Të ndëruar vëllezër besimtar, njëra ndër begatitë më të mëdha për cilat Allahu subhanahu wa taala ka folur në disa ajete në Kur'an dhe profeti i tij në shumë hadithe profetike është begatia e sigurisë. Kjo dhunti e madhe dashur vëllezër besimtar, të cilën askush ndoshta më mirë se populli ynë nuk do duhej ta çmonte dhe ta vlerësonte. Siguria, momentet që neve ndoshta një kohë ose disa vite kemi qenë të privuar prej saj, por dashti Allahu subhanahu wa taala dhe pasi sakrificët të madhe ky popull është liru dhe është i sigurt. Andaj kjo siguri të dashur vëllezër besimtar për cilën njerëz ndoshta shumë popull edhe vuajnë sot, Allahu azza wa jall ka treguar se është dhunti prej dhuntive të mëdha në Kur'an. Thot për kohën e Kurejshve, thot Allahu subhanahu wa taala do një tregu se çfarë gjendje ishte dhe si Allahu subhanahu wa taala u bëri atyre vendin e tyre të shajt dhe të qetë. A nuk u bëm juve në vendin e shajt dhe të qetë dhe të sigurt, e ju vind të rrisut mirat Allahut prej çdo vendi. Por profeti alayhi salatu wasalam dashur vëllezër besimtar e kishte shprehi transmetosen e fillim të çdo muaji kur e shihte hënën e re, thoshte Allahumme o Zoti ynë bëre këtë hënë të re të me siguri ose të sigurt, me siguri dhe me iman dhe me mirësi dhe islam dhe mundësana të punojmë ato që Allahu subhanahu wa taala është razi. Po ashtu thoshte profeti alayhi salatu wasalam, men asbaha minkum aminan fi sirbihi, ai që gdhijet në mëngjes për jush i sigurt në vendin e tij, muafan fi jasadihi, është i shëndosh në trupin e tij, indehu qutu yawmihi, dhe ka i darën për ditë për atë ditë, ai është sikur se më ia dhon krejt mirat e dynjas. Kush ka siguri, ka shëndetin dhe ka i darën, po thot profeti alayhi salatu wasalam, është sikur se me i pas të mirat e dynjas, kurse Ibrahimi alayhi salatu wasalam e lutë Allahun azza wa jall, Allahumma ij'al hadha al-balada aminan, o Zot, Allahumma ij'al hadha al-balada aminan, o Allah, bëre këtë vend të sigurt. Në një lutje tjetër, o Allah, bëre këtë vend ose vendin ton të sigurt dhe mundësama mu dhe pasardhësve të mi që të adhurojmë ty dhe ty të mos bëjmë shok. Pra siguria dhe dashur vëllezër besimtar është element i rëndësishëm për jetën e njeriu në këtë botë. Është pyet një njeri i mençur, cila është dhuntia më e madhe që mendon se i duhet njeriu, tha siguria, pas siguri njeriu as i darës as ushqimit nuk ja den lezet. Dashur vëllezër besimtar, fol Allahu azza wa jalla jemi të sigurt, jemi të çliruar, por ka disa elemente të cilat po e prishin sigurinë, jetën, rahatin dhe jetën e shumë njerëzve po e kthejnë në hedhërim, shumë gëzime po e kthejnë në hedhërim, shumë ngjarje ndoshta kanë një herë darje feste, po kthehen në vuajtje dhe në pasiguri për shkak të pakujdesisë në disa prej njerëzve. Sot nuk kemi në luftë, por kemi shumë ardhë. Nuk kemi në luftë me armikun, por kemi shumë viktima prej miqve tonë. Jave e kaluar, ky muaj dashur vëllezër besimtar është prej muajve që nuk është i vetmi, që ka shënu rastet shumëta të vrasjeve, të vllavrasjeve. Nuk është pyetje këtu lufta, nuk është pyetje vrasja e armikut, këtu vrasjet, plagosjet, rrahjet, belat janë mes nesh, madje mes të afërme, madje mes familjarëve, doja me nipa me migjallar, vëllezërit me zeti më kushëri e kështu me radhë. Pse duhet sot me pas armë në shtëpi? Pse duhet sot besimtari shqiptari në këtë kohë me bajt armën me veti? Cili është motivi?
Përkon po armatosesh, përkon e ke vle armën. A nuk e frikë Allahun Azza wa Jall nëse ditën e gjykimit del dhe dikuni e ke marrë jetën për hak? Thot profeti alayhi salatu wasalam, besimtari vazhdon me qenë në rrethin e Islamit, timonit përkundër mëkateve të tij çuta ndoshta që i ka, përderisa nuk ka derë gjak për hak. Është dhe zërë viktimat që pëndodhin e që shumica për i tyre mos të më të gjitha me motive të ulta janë një alarm për këtë shoqëri se sigurin të cilën e kemi fitu dhe për cilën është punu dhe për cilën është kontribu me dekada, jemi duke cenu vetë, jemi ne ata cilët jemi duke i ba shtëpi tona, festa tona, dasma tona, neja tona të pasigurta, për shkak të pakujdesis, për shkak të shprehive të këqija që kemi. Pse duhet me pas armaj që shkon me falë bajramin? Pse duhet me qitë me kallash ai që falë bajramin? Ku është argumenti? Ku është rëndësia? Ku është motivi? Pse duhet me pas armë ndasëm? Pse duhet me dalë me armë në shesh ose në lokale? Ku pastaj po prodhohen ngjarje të tmerrshme tragjike? Jeta është dhurat për Allahut. Andaj rune të dashur dhe zërbesimtar. Rune. El muslimu men selim el muslimune min lisanihi wa yadihi. Besimtar, po thot profeti alayhi salatu wassalam, është ai prej të cilit besimtarët janë të sigurt nga gjuha e tij dhe odora e tij. Po është ashtu dhe prej gjërave që përcenojnë sigurin, jënë edhe aksidentet të trafikut. Sa dhinta po shkaktohet, sa familjet po humbin të afërmit të tyre, të dashurit të tyre, sa gratë kanë mbet pa burra, sa fëmijët po ngelin jetim, si pasojë pakujdesis në trafik. Këto dhunti që Allahu ne i ka quajtur këto rrugë të gjalla, këto vetura komode dhe të mira që si kemi pas për disa vite, po bëhen shkak nga pakujdesia jonë, që ato po shndrohen në fatkeqësi. Këto dhunti dhe begati po shndrohen shpeshherë në tragjedi dashur vëllezër. Edhe zona jonë ka shumë të ri, edhe sipas raportit policor, ka shumë fëmijë që nuk janë të mitur. Pra në moshën që ata kanë të drejtë me vozit vetura, por fatkeqësisht vozisin vetura dhe motorë, dhe po shkaktojnë të lashe dhe pasiguri në rrugë dhe në lagje. Nuk duhet vetëm policia për kujdes për sigurin tonë. Ne jemi fillimisht për gjithë të dashur vëllezër besimtar. Ai prind që ja jep fëmijët e tij veturën dhe nuk e din ku po shkon, ai cila jep, ai nëse nuk ka leje, dije se është i vetëdijshëm për pasojat që mund t'i godet pastaj. Bërë kujdes dashur vëllezër, sepse aksidentet janë bërë vërtet një tragjedi e kohës sonë, ku si pasojë e tyre
po vdesin të ri dhe të reja, burra dhe gra, fëmijë dhe pleq, qoftë këtu në vendin tonë, qoftë bashkëdhetarë tonë në mërgim. Bëni kujdes, Allah Azza wa Jalla bëndhiri, mos shkatrani vetën tuaj, mos e hodhni vetën tuaj në shkatrim. Pastaj pasojat është edhe zëneriu kur del në trafik. Nuk je më vetëm përgjegjës për sigurinë tënde, por je përgjegjës edhe për sigurinë e tjetrit. Sa njeriu pa asnjë faj ka psu, sa njeriu ka vdek pa fajin e tij, për shkak të pakujdesisë së tjetrit, e cila është përgjegjësia jote ditën e gjykimit për Allahut Azza wa Jalla, e cila është përgjegjësia kur do të dalësh për Allahut dhe para atyre fëmijë që i ke lënë në jetim, dhe cila është përgjegjësia para atij i cili t'ia ke marrë jetën pa të drejtë. E ai ditën e gjykimit për Allahut thotë, çish ka në hadith: o Zoti im, pyete këtë, pse ma mori jetën? Pyete këtë, pse ma mori jetën? Andaj bëni kujdes. E fatkeqësisht në shumicën e rasteve, si pasojë e aksidenteve është ose shpejtësia e madhe, ose alkooli, ose telefoni, përdorimi i telefonit gjatë vëzitjes. Në trafik, në vend publik, nuk je përgjegjës vetëm për sigurinë tonë, po je përgjegjës edhe për sigurinë atyre cilët e ndajnë atë vend bashkë me ty. Andaj bën kujdes, nderuar besimtar. Po ashtu edhe prej sfidave që po shkaktojnë dëme të mëdha, në veçanti në periudhën e verës janë edhe zjarret e që falë Zotit këtë vit që ndrojna më mirë, ndoshta jo për shkak se është bën ndonjë vetëdijsim i madh, por për shkak se Allahu subhanahu wa taala ende është duke përcjell këtë verë me shi, dhe ndoshta thatësia nuk është sikur se vitin e kaluar, e që ishte vit që do të bëhen mend për zjarret dhe dëmet e mëdha që janë shkaktuar. Ato pyetje që djegën janë pasuri, madje janë pasuri shumë vjeçare. Ato ara që djegën, ato grunije që djegën janë pasuri është i darë dikuj, po edhe ato gjallësa, buba dhe bubreca, insekte të ndryshme që ti nuk ishe, ndoshta me dorën tonë i dje kemi dhënë përgjegjësi, nëse jo në këtë botë për Allah subhanahu wa taala. Është dozë Islami ka 5 objektiva madhore mbi të cilat është ngritë feja dhe rregullat e saj. Ruajtja e fesë. Ky është objektivi numër 1. Ruajtja e jetës. Objektivi numër 2. Objektiv maqasid me maqasid e sharia. Ruajtja e fesë është numër 1. Ruajtja e jetës është numër 2. Ruajtja e pasurisë është numër 3. Ruajtja e nderit, e moralit është numër 4. Dhe ruajtja e pasardhësve është po ashtu prej objektive të rëndësishme. Por që to 5 njeriu jeton këtë botë. Dhe duhet me ja kushtru dhe me i rujt fen, jetën, familjen, nderin dhe pasurin. Edhe tonën, po dhe të tjetrit, dhe nuk e të drejt as me përdorë, kësh përdorë pasurin tonë, jetën tonë, fen tonë, por as të tjetrit, Allahu në vedisoft, e në rujt për fatkesive, e në rujt prej atyre aksidenteve cilat vërtet po sjellin pasoja dhe dëme të mëdha, qoftë materiale, po shpeshherë edhe viktima në njerëz. Allahu na vedisoft si shoqëri që të jemi të kujdesshëm për veten, po dhe për tjetrin, të mos i bëjmë dëm vetes, po të mos i bëjmë dëm as të tjetrit,
të mos e lëndojmë veten, por të mos e lëndojmë as të tjetrin, të ruajmë tjetrin sikur se ruajmë veten, dhe kështu dashur vëllezër besimtar, të përkujdesemi për këtë siguri, për këtë shoqëri, sepse është përgjegjësi e secilit prej nesh. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.